buxhetit shtetit për vitin 2026, paraqesim sot për diskutim buxhetin e Ministrisë Mbrojtjes, i cili synon, siç e thatë edhe ju ministër, forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e qëndrueshmërisë vendit dhe përmbushjen e detyrimeve ndaj aleancës. Ky buxhet është hartuar në përputhje me objektivat e strategjisë sigurisë kombëtare dhe angazhimet ndërkombëtare të Shqipërisë, duke balancuar nevojat për modernizim, mirëmbajtje, por edhe investime të reja. Buxheti i vitit 2026 për Ministrinë e Mbrojtjes arrin në 58.949 milion lek, që përfaqëson 2.12% të prodhimit brendshëm bruto. Ky nivel është në linjë me angazhimet tona në kuadër të NATO-s dhe parashikon një rritje progresive për të arritur, siç e thatë edhe ju, 3.5% prodhimit brendshëm bruto për vitin 2035, duke përfshirë investime për qëndrueshmëri dhe mbrojtje sipas nenit 3 të Traktatit Washington. Krahasuar me vitin 2025, buxheti rritet me 6.263 milion lek, ose 12% më shumë, duke reflektuar 2.6 milion lek më shumë për shpenzime personeli, 2.2 miliard lek më shumë për mallra dhe shërbime, 647 milion lek shtesë për investime me financim të brendshëm dhe 800 milion lek për investime me financim të huaj. Si strukturë buxheti, në terma shumë të përgjithshëm, shpenzimet e personelit përbëjnë rreth 22% totalit, mallra dhe shërbime 15.8% totalit, kontribute dhe kompensime rreth 10.2%, transferta ndërkombëtare 0.9%, transferta për individ 1%, shpenzime kapitale 50.2%, nga të cilat, po të futeshim në detaje, 16.584 milion lek me financim brendshëm dhe 13.012 milion lek me financim të huaj. Duket që ky buxhet është një kombinim shumë i mirë mes nevojës për modernizim dhe për kujdesjes për personelin që përbën themelin, në fakt, e çdo force të suksesshme mbrojtëse. Prioritetet për vitin 2026, siç i përmendët edhe ju, unë i kam në mënyrë shumë të përmbledhur. Kapitali njerëzor, i pari, pa diskutim, vijon rritja e pagave me 2.5% për personelin ushtarak dhe civil, si dhe shtimi 450 efektiv vetrinj. Kjo mbështetje synon motivimin dhe konsolidimin e trupës forcave të armatosura në përputhje me standardet e vendeve partnere të NATO-s. Vazhdojmë me modernizimin dhe infrastrukturën, pjesa më e madhe e investimeve me sa PAM fokusohet modernizimin e armatimit dhe pajisjeve sipas standardeve të NATO-s, sistemet e vëzhgimit ajror dhe detar, bazat ajrore të Kuçovës dhe Farkës, si dhe portin ushtarak të Porto Romanos, arsimimin ushtarak përfshir kampusin e ri të Akademisë Forcave të Armatosura, projektet antidron dhe mbrojtjes kundër ajrore që janë prioritet i ri strategjik. Po ashtu, siç e përmendët edhe ju, industria ushtarake Made in Albania, që është një element shumë i veçantë i rikthimit të industrisë ushtarake vendase me qëllim prodhimin e uniformave, të municioneve, mjeteve logjistike në vend, duke reduktuar varësinë nga importet dhe duke gjeneruar kapacitete ekonomike të qëndrueshme. Emergjencat civile, edhe këtu buxheti parashikon ngritjen e 2 qendrave rajonale, siç e thatë edhe ju, për emergjencat civile, si dhe rritje të fondeve për parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe riabilitimin e digave. Për herë të parë, shpërndarja e fondit, për cilën do doja t'ju përgëzoja, bazohet në nivel risku sipas hartës kombëtare të riskeve, dhe kjo është goxha e rëndësishme, do të diskutojmë ndoshta edhe më në thellësi. Në kontekstin strategjik të sigurisë, mjedisi aktual ndërkombëtar, indikuar nga agresioni rus ndaj Ukrainës dhe tensionet në Ballkanin Perëndimor, kërkon rishikim të politikave të mbrojtjes dhe rritje të kapaciteteve kombëtare.